Kush ju ka quajtur Mimi? Më pëlqen shumë ky emër. Kam këtë lidhjen e veçantë me emrin e vendosur nga babai. Unë kam pasur fatin të kem një baba që ka mbajtur një ditar për mua. Faqja e parë e ditarit përfundon me kujto, gjithmonë kujto, se në jetë fiton ai që është i drejtë, i ndershëm dhe punëtor. Ytat Pirinvata. Ndarja me prindrit është një nga momentet më të dhimbshëm. Unë isha njeriu i vetëm që nuk e dija që ai po largohej nga jeta. Unë nuk mund të komunikoja. Isha thjesht dhe vetëm e fokusuar tek djali. Dhe si u gjendët ju në politik? Vjen kjo telefonata nga nuk e di nëse e njihni, Edi Rama quhet ky djali. Më tha shiko. E imagjinon atë që të shikon lart në qiell se sa i lumtur do të jetë? Cilat janë arritjet për të cilat jeni krenare në Ministrinë e Mbrojtjes? Unë kam bërë një gjë konkrete. Kam propozuar për herë të parë një generale grua. Kam bërë dhe një gjë për cilën jam shumë krenare. Dua një rrëfim kështu shpirti elegant shqiptar. Hy në një shtëpi edhe më thonë që prit, deputete aty, nuk do lëvizesh, do hecesh ngadalë, se tani do ndodhi një gjë. Çfarë dëshironi të thoni në këtë fushat elektorale për elektoratin tuaj? Ëndra e shqiptarëve po bëhet realitet. Shqipëria europiane. E patjetër. Kemi shans të madh për t'ia mbërritur kësaj gjëje. Si jeni njohur me Lekën? Ai është njohur me mua. Ai është njohur me ty. Nuk e tregoja sa shumë e doja. Domethënë, kur e shikoja, kisha një dridhje të lehtë të gjunjëve. Sa mirë kur politika nuk e robotizon njeriu, edhe nuk e zhvesh nga këto që janë pasionet e vërteta të jetuarit të bukur. Pak më tepër dashuri dhe buzëqeshje, pak më pak agresivitet, do të na bënte shumë mirë të gjithëve. Nuk e keni idenë se sa i lumtur jam sot t'ju prezantoj me një grua shumë frymëzuese. Një grua frymëzuese për mua, po dhe për shumë prej jush, për shumë gra që do donin të ishin të përfaqësuara nga një emër si Mimi Kodheli. Mirë se vini në një tjetër episod të Inspire, ku rrëfimet nuk janë thjesht biografi, por janë pasqyra të shpirtit dhe të forcës njerëzore. Unë kam kënaqësinë të kem përballë sot një grua e cila ka thyer bariera, ka mbajtur mbi super role dhe përgjegjësi të mëdha dhe ka përfaqësuar Shqipërinë në skenën politike ndërkombëtare. Nga zyrat e Bashkisë së Tiranës si zëvendës kryetare, në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, nga Kuvendi i Shqipërisë në Asamblenë e NATO-s. Për te titujve dhe pozitave, unë sot në fakt dua të zbuloj këtu Mimi Kodhelin që shqiptarët nuk njohin. Dhe në këtë prag zgjedhor, në këtë fushat elektorale ku flitet vetëm se përse njerëzit duhet votojnë njërin kandidat apo tjetrin, unë në fakt dua të flas për dimensionin tuaj frymëzues. Frymëzues për mua dhe për shumë njerëz që nuk njohin, shumë nga ngjyrat që unë kam zbuluar te kutia e pastelave që hapa në këto takime që kemi pasur. Shumë faleminderit. Është i bukur emri i emisionit tuaj. Edhe ju më frymëzoni mua për mënyrën se si e qasni pikërisht këtë gjë, mënyrën se si ne inspirojmë të tjerët. Se ju jeni një inspiruese e mirë, e zonja e ndershme në profesion, e bukur në shumë dimensione, kështu që është kënaqësi të vish. Shumë faleminderit. Jeni një grua shumë e bukur, edhe më vjen mirë që riktheheni me dëshirën për të pasur një zë më shumë në parlamentin shqiptar, vetëm se nuk jeni në listat e mbyllura, por jeni përsëri në një sfidë në listat e hapura. Si jeni ndjer kur nuk e pat emrin në listat e mbyllura? T'ju them të drejtën, pak orë përpara se sa emrat të dilin, kam kërkuar që të jem në listë të hapur. Mund t'ju duket çudi, por është e vërtet. Komoditeti të qenit në listë të mbyllur nuk më rri mirë. Më rrin më mirë hapësirat se sa gjërat e mbyllura. Kështu që preferoj gjërat që kanë liri, që i kanë barrierat larg, që nuk kanë kufi. Edhe kjo është një gjë që nuk ka kufi. Dhe në këtë det vota shqiptarësh që do ta mbështesin Mimin dhe Partinë Socialiste, kufit janë shumë larg. Ndaj edhe preferoj të rri këtu, te kjo e hapura. Kush ju ka quajtur Mimi? Më pëlqen shumë ky emër. Mimi. Mimi më kujton pak edhe La Bohème të Giacomo Puccinit. Është edhe personazh në një nga veprat e Dumas në Mos gaboj. E hasim gjithashtu në letërsinë botërore edhe në një tjetër vepër të Hugos. Kush ta ka vendosur emrin? Nëna, babai? Babai im ishte një njohës i mirë i muzikës klasike, edhe një apasionant i Giacomo Puccinit. Nuk ishte studiuar muzikë, por kishte një vesh absolut për muzikë. Këtë e demonstron edhe fakti që fliste shumë gjuhë huaja
Dhe pati këtë vegimin për të më quajtur Mimi, edhe në atë kohë akoma mund të vije emra në thonjza të çuditshëm. Kështu që e mbaj këtë emër me shumë dashuri edhe kam këtë lidhjen e veçantë me emrin e vendosur nga babai, që në fakt ishte një udhërrëfyes i mirë i jetës time. Çfarë ka mbetur nga Mimi fëmijë tek ju? Dhe nëse do t'i flisnit Mimit voglushes, çfarë do t'i thojë sot mbas kaq shumë vitesh eksperiencë? Jetë dhe puna. Bukur. Besoj që kanë mbetur sy të bojqelli, të cilët janë sy që janë transparent, janë akoma të dashur, pavarësisht se janë plakur. Edhe ndërkohë kam mbetur edhe alergjia që kam pasur fëmijë bashkë të këndë. Kështu që ka gjëra akoma që më kanë mbetur nga Mimi i vogël. Cila është një sjellje njerëzore që ju krijon alergji juve? Hipokrizia. Shumë. Do më kthesh pak në fëmijërinë tënde në kujtimet e bukura? Cilat janë vlerat me të cilat nëna dhe babai ju kanë rritur, që juve gjatë viteve mendoni që ju kanë mbrojtur, ju kanë bërë njeriu me personalitet dhe me karakterin që gëzoni, e që ju ja keni transmetuar djalit tuaj, nipit dhe pastaj publikut shqiptar në mënyrën se si komunikoni si një grua me ndikim? Unë kam pasur fatin të kem një baba që ka mbajtur një ditar për mua. Sa bukur? Edhe ka një faqe të parë, që është më shumë një reflektim se sa fillimi një ditari. Ku ai më spari kërkon pardon për faktin që ky ditar ka filluar të mbahet kaq shumë vonë sepse ti tashmë je 4 muajsh. Dhe shkruan pastaj që ky është një ditar për treguar jo çfarë ke thënë ti si fjalë të parë, apo kur e ke bërë hapin e parë, po më spari për treguar sakrificat që prindit e tu do bëjnë për të rritur një qytetar të mirë. Dhe në fund faqja e parë e ditarit përfundon me gjithmonë kujto, se në jetë fiton ai që është i drejtë, i ndershëm dhe punëtor, ytat Pirin Vata. Ke frikë nga vitet që ikin? Të trëmb koha, si e përjeton kalimin e viteve? Kur bën një retrospektiv të Mimit në vitet e paratjetës dhe Mimit sot, kur e shikon kështu një trend që ka ndalur në shumë stacione, si mund të më përshkruash jetën? I buzqesh fytyrës time të rrudhur. Është mirë ta kalosh me të qeshur këtë gjë. Po jo, nuk e kam këtë problem, nuk e ndjej ende. Nuk e di nëse akoma nuk e kam ndier moshën që kalon, apo jam gatuar kështu. Keni ndonjë peng që nuk e keni jetuar sepse koha ka qenë ndryshe, sepse keni qenë të kushtozuar nga sistemet, sepse profesioni nuk të ka lejuar? Je pakedoniste nga natyra? Të pëlqen që ndërkohë që punon edhe të argëtohesh edhe ta jetosh aventurën? Po gjithsekush do kishte dashur, gjithsekush do kishte dashur ta bënte kështu. Nuk e di se sa jeni ju për shembull. Po unë për shembull patjetër që punoj për të jetuar. Unë e balancoj gjithmonë shumë mirë, po nuk jam një njerëz që kam mision politik publik, ka mision publik, po punoj në art edhe në televizion dhe është më liberal mjedis yje. Juaj është më i kushtozuar. Me i kufizuar. Dhe i kushtëzuar. Edhe i kushtëzuar, është e vërtet. Do kisha dashur shumë për shembull që kur të jetë 42 gradë në Tiranë dhe unë të vesh pantallona të shkurtra siç vesh çdo njeri, çdo qytetar i kësaj bote. Në fakt nuk mundem sepse jam e sigurt që aty diku pranë është njëri me një celular apo me një aparat fotografik që fotografon dhe pastaj ti del në faqe dhe thotë ja dhe kjo me pantallona të shkurtra, kur ndërkohë bën një koment, do thoni ju, okay, po nuk ka asnjë gjë, edhe komenti, po kur komenti zë komentin dhe kjo gjëja bëhet e përditshme, bëhet e bezdisur, kështu që padyshim thash një gjë mbase banale, po që ka domethënie gjithsesi, që nuk dua ta heq nga konteksti këtë gjë, ka shumë kufizime. Por gjithsesi mundohem ta jetoj jetën dhe më të mirën e jetës e bëj brenda mureve të shtëpisë. E fusni politikën brenda mureve të shtëpisë? Absolutisht, e lë jashtë. E lë jashtë në mënyrën më të fortë të mundshme. Edhe kjo ka bërë që mbase familja ime të rrihesh ndetshme, të mos afektohet nga pjesa e keqe e politikës, nga presioni edhe nga abuzimi që në fakt shpesh herë politika ka me njerëz të politikës. Për ndryshe do të ishte shumë e pamundur, të paktën në tek personi im apo në raport me mua, që të mund të fusja politikën brenda dhe pastaj të bëja një mishmash midis mos bëja as politikë, as familje, as jetë personale, as asnjë. Jam munduar të mbaj një ekuilibër të mirë. Lidhja më e fortë me nënën apo me babain ke qenë goca babit? Se për vajzat thonë që është kështu, po jo gjithmonë ndodh kështu. Nëna juaj është 87 vjeç. Ta keni me jetë. Faleminderit. Dhe jeton me ju? Edhe jeton me mua prej kohës që babai është larguar nga jeta.
Ke qenë shumë e lidhur me babin? Kam qenë shumë e lidhur, ose mbase ai ka dashur që të më kishte shumë bas vetes. Se dhe kjo është, varet se si në kënd vështrime shikon. Babai im, kur ishe i fejuar me maman time, duke qenë shumë ja pasionuar mbas sportit, në përgjithësi të gjithë sporteve, e merrte maman time të fejuar dhe shkonin në stadium. Ditën që unë mbusha 10-12 vjeç, 10 vjeç mbase, e la maman time të bënte gjërat e veta, më mori mua dhe nuk më ndau derisa unë u martova. Ne ishim dy shok që dashuronim çdo lloj sporti, një që nga shahu deri tek futbolli, ne ishim dy persona që flisnin për muzikën, për artin, për sportin. Të gjitha këto dashurit mi ka ngulitur në mendje, në zemër, më ka rritur njohurit për gjitha këto lloj artesh, edhe jam shumë mirënjohëse për çka ka gdhëndur tek unë. Një nga dhimbjet më të mëdha që provojmë në jetë, nga ato më përvoluset, është kur ne duhet bindim veten që një njeri i shtrenjtë po na lë, në të gjitha kuptimet. Dhe ndarja me prindrit është një nga momentet më të dhimbshëm për shpirtin njerëzor. Edhe në këtë moment njeriu bën një reflektim të thellë, të vërtet për jetën, për veten, diçka ndron brenda nesh. Një mekanizëm përjetimi i këndvështrimit të parit të gjërave, të jetës, të botës. Nuk e di se si ka qenë për juve ky moment, edhe çfarë la jeta dhe vdekja e babait tek juve. Unë të falenderoj për pyetjen e ndjerë, sepse di që ti ke një plag akoma të pa mbyllur, sepse është akoma herët besoj për ta mbyllur këtë plag. Në fakt. Por shiko Alketa, prindit janë pjesë e jotja, e shpirtit, e trupit, e ADN-s tënde. Dhe sigurisht që kur një prind largohet nga jeta, një pjesë e jotja vdes për gjithmonë. Ose largohet me shpirtin e tij. Unë në momentin kur babai im ka vdekur kam qenë shumë e re, edhe kam pasur në fokus djalin që sapo kishte lindur. Dhe reflektimin e kam bërë në vite. Sot janë 35 vjet që ai është larguar nga jeta dhe unë reflektoj çdo ditë për çfarë ai mund të kishte qenë për mua, për çfarë ai mund të kishte bërë, për çfarë do ishte bërë ai mbas viteve 90. Si do ta kishim përjetuar ndryshimin e Shqipërisë, për cilën ai punoi, ardhjen e një sistemi të ri, për cilën ai u mundua shumë, se ka pasur shumë eminenca gri, persona në hije që kanë punuar derisa të vinë këto ditët që ne gëzojmë sot. Dhe ai ishte një prej këtyre. Besoj që nuk jam një fëmijë nga më të rrallët, besoj që nuk ka asnjë ditë të jetës time që unë nuk ja kam përmendur emrin, jo nuk e kam kujtuar. Edhe sigurisht kjo e bën të dhimbshme, por e bën edhe reflektive jetën time. E kam përjetuar keq, madje shumë keq. Edhe besoj që është një ndjesi që në fakt duhet ishte larguar. Unë sot me të dialogoj, flas, e kërkoj, sepse e di që ai është. Kur thua që çdo ditë e përmend, çdo ditë është në jetën time. Pa. Është një dialog i heshtur? Jo, unë që ti bën me të apo për shembull gatuaj një gjë dhe i them tim shoqi, kjo i pëlqente edhe Pierinit. Pra, jo domosdoshmërisht e kam dialog me të. Është ritual shpirti, pra, i pavullnetshëm që vjen nga zemra. Ose ne për shembull përjetojmë një festë ose një gjë, sa bukur do ishte të ishte dhe ai, se ai do kënaqej. Kur bëjmë neve eventet me kompaninë e eventeve, ka shumë herë martesa kur vajza ose djali në mungesë të babait, në tavolinën e familjes zgjedhin gjithmonë një vend, edhe vendosin një karigë bosh, edhe një diçitur atje poshtë që do të na marrë malli gjithmonë për ty, por ti e mes nesh. Ka gjithmonë forma simbolike për ta bërë pjesë të jetës tonë dhe dikoj që ka hikur. Në fakt keni patur një dialog të fundit Mimi me babain para sa i ikte nga jeta? Laj një amanet? Unë nuk pata asnjë amanet, asnjë dialog të fundit, sepse unë isha njeriu i vetëm që nuk e dija që ai po largohej nga jeta. Sepse lidhja ime me të ishte kaq e madhe sa në familjen time mama ime kishte frikë të më tregonte se çfarë po ndodhte me të, ndërkohë që unë isha e martuar dhe jetoja në shtëpinë time. Dhe në fakt, për ta zvogluar sa më shumë dhimbjen, mamaja ime bëri një gjë heroike që nuk besoj që ka nënë që e ka bërë. Babaja im u largua nga jeta një darkë, në një orë të vonë të darkës, dhe ajo nuk ma tha atë natë që ai ishte larguar nga jeta. Duke pasur parasysh lidhjen time të fortë, dhe duke pasur parasysh faktin që unë kisha djalin vetëm 4 muajsh, pra e kisha jepja gji akoma ende, të gjitha këto e bën atë të merrte një vendim shumë të fortë,
që të mos ma tregonte që ai ishte larguar nga jeta atë natë, po të ma tregonte këtë në mëngjes. Dhe erdhi në shtëpi dhe kërkoi që të ikmi të ktheheshim të dyja në shtëpinë time të fëmirisë. Dhe gjatë rrugës më tha: "Mimi, ti je një vajzë që nuk na ke turpruar asnjëherë. Ti je krenaria e familjes tonë. Ti nuk do më turprosh mua as këtë herë." Dhe unë isha komplet në ajër, nuk kuptoja asnjë gjë. Thash: "Mam, çfarë është ky diskutim që bën?" Jo, e shikoja të ngërçosur, po gjithsesi që jepte vetes forcë për ta përballur një situatë totalisht të pa anormale. Dhe gjatë rrugës më thoshte: "Shiko, në shtëpinë tonë ka shumë njerëz. Ne do të futemi të dyja në shtëpi, do të sistemojmë të voglin, ti do të japësh për të pirë, dhe pastaj ne do dalim në një dhomë tjetër ku ka shumë njerëz. Po ti nuk do të erdhësh asnjë pikë lot. Në shtëpinë tonë nuk mund të ketë ulërima, nuk mund të ketë tërheqje flokësh." Nuk e intuitove, nuk po kuptoje që kishte një tragjedi aty. Shtëpia jonë është një shtëpi dinjitare, ku çdo gjë përjetohet me dinjitet, edhe dhimbja e madhe. Dhe ja premtova këtë gjë pa kuptuar fare se çfarë po premtoja, pa kuptuar fare se çfarë do përballesha, me çfarë do përballesha pas pak minutash. Po në fakt kështu bëre. Dhe e përballa, dhe kjo besoj që më kushtoi pak, sepse për shumë muaj nuk mbrita të flisja do të komunikoja. Ishte e vështirë, përveç se merresha me djalin, nuk merresha dot me asnjë njeri tjetër. Ishte një dhimbje përtej ekzistencës time, përtej imagjinatës time. Patjetër që isha shumë e re, isha fragjile, isha në një moment të delikat të jetës, sepse sapo isha bërë nën, sapo kisha filluar të kuptoja se çfarë ishte prindi. Edhe më vjen shumë keq që unë ja kam thënë shumë herë më mbras, ja kam thënë, unë e di që ai më dëgjon ende, po nuk e kisha thënë mjaftueshëm se sa shumë e doja, edhe se sa shumë e respektoja. Ja kam thënë më mbrapa, nuk e dija mjafton, por do kisha dashur shumë që gjithë njerëzit që sot na dëgjojnë Alketa, në një mënyrë ose në një tjetër, ti rikthehen këtij tregimi tim, mbas të tregimit tënd, për të thënë gjithmonë më tepër prindërve në shtëpi se sa shumë i duan. Është shumë e rëndësishme, sepse ti nuk e di çfarë vjen nesër. Çfarë të ka mësuar dhimbja në atë moment? Më thej që nuk flisje për një kohë të gjatë. More një vendim, nuk dohet flisje, mas kërkon të mbyllet tek bota jote dhe i dhe kuptim jetës tek jeta që vazhdonte nëpërmjet bebes si kishte sjell në këtë botë, apo ishte vërtet një moment kështu akut nervor që njeriu mpihet dhe nuk ka gojë më, nuk ka forcë të flasë më? Unë nuk mund të komunikoja. Isha thjesht dhe vetëm e fokusuar tek djali, edhe çdo gjë tjetër ishte obskure. Ishte e errët. Nuk më thoshte asgjë. Kjo që sigurisht që mu desh kota ka përceja. Gjatë. Po sot e mendoj si një reflektim i asaj që kam përjetuar dhe si kam mundur të ngrihem mbi këtë dhimbje. Si në fakt ngrihet njeriu mbas një dhimbje? Ka shumë njerëz që deprimohen në situata dhe rrethana jete si kjo. Ka drama nga më të ndryshmet, ka të gjitha ngjyrat e dramave, kjo jetë të rezervuar për shumë nga ne. Edhe jo të gjithë njerëzit e kanë forcën për të ringritur, për gjetur një motiv, për gjetur një dritë, një shpëtim, për të thënë që po, unë duhet vazhdoj të jetoj. Keni juve një mesazh force për të thënë? A nuk është në fakt jeta edhe një rrugtim shumë personal dhe fakti që dikush mba cilit neve lidhemi shumë shpirtërisht nuk duhet mbas largimit të tij të mohojmë të drejtën vetes për ta vazhduar jetën me një qëllim? Duhet ishi përgatitur për këtë gjë më së pari. Duhet ishi mësuar, duhet ta mësosh që ti në jetë mund edhe të kesh të tilla drama, të tilla ngjarje, që t'japin këtë emocion të fortë, qoftë edhe negativ. Kjo është gjëja e parë. E dyta është që forca ime quhet Mikel. Edhe Mikeli ishte edhe forca e gjyshes vet, sepse nëna ime ishte vetëm 50 vjeç. Dhe 3 ditë më përpara i kishte vdekur e ëma. Pra, ai ishte forca. Djali. Por nga ana tjetër, besoj që një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe im shoq, i cili më ka mbajtur pran. Për sa vite?
39. Ja, do flasim për këto rrugica ku publiku shqiptar nuk ka kaluar asnjëherë. Nuk është lodhur akoma. Sa mirë. Dhe nuk është lodhur akoma. Shiko, shumë spiritualist thonë dashuria për veten është shumë e rëndësishme, që njeriu nuk duhet asnjëherë të bëjë këtë attachment, ta atashohet me dikë tjetër shpirtërisht kaq shumë, sepse duke u tashuar kaq shumë i ka dhënë mundësinë dikujt tjetër që ai të ketë pushtet duke ditur që ti e do kaq shumë sa ai mund të bëjë gjithçka me këtë dashuri. E kam dhe në nivel romantik dhe në nivel shpirtëror me nënën, me babain, me djalin. Por ja që ka disa lidhje shumë të forta në këtë jetë, si t'ia bëj njeriu. Edhe kjo shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe kur këta njerëz na lënë në dashuri, edhe shkojnë në një orbit tjetër për një jetë më të mirë që është e drejta zgjedhjes së tyre, pa menduar për dhimbje që lën pas, ose na lënë sepse largohen nga kjo jetë dhe s'na pyesin sepse janë ligjet e natyrës. Si duhet pra njeriu ta relativizojë këtë dhimbje kur gjendet përpara këtij fakti, qoftë ky natyral apo qoftë një zgjedhje kushiente që dikush bën për një alternativë tjetër lumturie? Gjykoj që ka dy mënyra për ta bërë këtë. Një mënyrë është besimi. Besimi në Zot është një mënyrë. Ai e lehtëson shumë dhimbjen. Mënyra tjetër është që edukata që merr. Ti duhet të edukohesh me faktin që ta shikosh vdekjen si pjesë të jetës, si një moment të jetës, që nuk është fundi i jetës, është thjesht një moment. Dhe duke e mësuar këtë këngë ose këtë leksion, mbase mbrin që kjo të jetë më e thjeshtë. Por ka dhimbje. Shqiptarët thonë vdekja duhet të ketë radhë, se ka dhimbje. Kështu që jo, unë sot gjykoj që kurdo që kjo dhimbje vjen, është shumë e bukur që prindrit largohen përpara nesh. Ndaj edhe dikush e mëson herët këtë dhe e mëson me kosto të lartë, dikush e mëson më vonë edhe sigurisht që kostot fillojnë ulen, zvoglohen, di përpjestohen, por njeriu duhet i gjejë forcat, nuk mund të bjerë në depresion. Është rëndësishme të kultivojmë pasione gjatë jetës apo jo, edhe të ushqejmë ato, sepse këto pasione na shpëtojnë në një moment vështirë. Njerëzit gjejnë shpëtim tek muzika, tek librat, sidomos tek puna që duan, kur këtë punë nuk e bëjnë thjesht për të ekzistuar, për të mbijetuar, po e bëjnë sepse e duan. A nuk është e vërtetë që puna është një shpëtim gjithashtu shumë i madh, është një alat i madh në dhimbje? Puna është një alat i madh jo vetëm në dhimbje, gjykoj. Puna është një alat i madh i njeriu gjithmonë. Është një pjesë e rëndësishme e jetës, ku ti jo vetëm lodhesh, por dhe mëson, ku ti jo vetëm harxhon kohën, por edhe nxjerr të mira materiale që të jetosh, por padyshim që në momente të forta, puna është një gjë që të thotë shumë më tepër se sa në rutinën tënde të përditshme. Se të duket sikur, mezi po shkoj në punë, mezi po çohem, ditë e hënë sot ora 9, sa e keq është kjo e hëna. Në fakt jo. Njerëzit mendojnë të jemi shumë të lumtur nëse kemi punë, se puna mbi të gjitha jo vetëm të bën të përballësh dhimbjen, po të jep shumë dinjitet. Dhe në ka një gjë që ta jep dinjitetin përveç Zotit ngjell, kjo është puna. Do t'i kthejmë pak politikës, që është vokacioni juaj. Sa vite i keni kushtuar politikës? 25. 25 vite. Si u gjendët ju në politikë? Ka gjithmonë një filles? Ka gjithmonë një filles, nuk e kam menduar kurrë që do të isha pjesë. Në familjen time ishte konsumuar shumë politik më përpara, kështu që nuk është se kisha ndonjë kuriozitet jashtëzakonshëm për të qenë pjesë e politikës. Pastaj merresha me shkenca të sakta, unë bankim, bank Shqipërie, bank private, kisha studiuar financë, kështu që politika më thoshte pak ose as pak. Edhe vjen kjo telefonata nga, nuk e di nëse e njihni, Lady Rama quhet ky djali. Edhe më vjen kjo telefonata, për mua surprizë si propozim, jo surprizë si telefonat nga Edi, sepse njihesha me të që në fëmijërinë time të hershme, për arsye krejt private, personale. Edhe thash jo. Thjesht nuk më intereson. Një insistim, mbi insistim. Si është Rama si negociator, si të bindi? Insiston. E para insiston. Po ka argumenta të fortë, besoj. E dyta ka këto, kanë disa herë, për shembull si në rastin tim që un jam pak kokë fort. Edhe vazhdoja në insistimin tim për të thënë jo. Pastaj e shfrytëzoj një moment. Ose le të themi 2 momente inteligjente. E para dinte lidhjen time të fortë me babain. Edhe ma përmendi. Më tha shiko.
E imagjinon atë që të shikon lart në qiell dhe mendon që vajza do të bëhet qytetari numër 2 i Tiranës, se sa i lumtur do të jetë. Dhe pastaj bëri një reflektim ai midis gjithë debateve apo kërkesës së tij dhe kundërshtisë time për të bërë pjesë e ekipit. Ta shikon, ne jemi të dy njerëz të lindur dhe të rritur në Tiranë. Të gjitha dashuritë tona janë rreth këtij qyteti. Çdo pasion, çdo ngjyrim, çdo historia jona është e lidhur ngushtësisht me këtë qytet. Në qoftë që unë dhe ti nuk e bëjmë këtë qytet, kush do ta bëj? Edhe ma ngacmoi atë ndjenjën time të përgjegjësisë, ndjenjë qytetare, përgjegjësie qytetare që ishte brenda meje, pavarësisht se unë nuk e nxirja jashtë. U mbyll telefoni dhe çfarë tha Mimi Kodheli në atë moment me veten e saj? Në atë moment thash po. Kisha 3 muaj që thosha jo. Dhe thash po. Për 3 sekonda. Edhe mendova pastaj që me vendimarrjen time do të isha pjesë e ekipit të Tiranës, dhe pastaj do të ikja. Jam akoma këtu. Dhe qëndroni me shumë dinjitet ende këtu. Si zëvendës kryetare e Bashkisë së Qytetit, cila ka qenë sfida më e madhe aso kohë? Keni bërë transformime të rëndësishme në atë periudhë. Kam sfida dy mbaj mend, megjithëse kam qenë shumë e vogël. Mbaj mend transformimin e Parkut Rinia ku merrja intervistat me diktofon, mbaj mend edhe transformimin spektakolar të Lanës. Kioskat e tmerrshme dhe jetën tribale të shumë njerëzve që jetonin praktikisht aty. Tirana në vitin 2000 ishte një qytet i pa shpresë. Pa ngjyra, për fat keq i pisët, pa perspektivë, i trisht. Dhe nuk e kam besuar kur që do t'ja rikthenim shpresën duke rikthyer ngjyrat, duke rikthyer entuziazmin në qytet, duke rikthyer shpresën që kjo gjë bëhet. Dhe unë nga natyra jam shumë skeptike. Nuk kam këtë fantazinë e artistit dhe vizionin që e mendonte Tiranën me këto ngjyrimet e pallateve, me barin e shtruar në vend të betonit mizerabël apo të pastrimit të rrugëve dhe zgjerimit të rrugëve. Të pëlqenin fasadat me ngjyra apo bëj oponencë? Por ato ngjyra nuk ngjyrosën një epokë në fakt. Bën histori. Patjetër, ato ngjyra bën histori, ato ngjyra ngjallën shpresë, ato ngjyra e bën Tiranën një ndër kryeqytetet më të famshme aso kohë. Në 2004 Rama u bë the mayor of the world. Dhe e bukur është që kur mori këtë çmimin, unë nuk i shkrova në mesazh të uroj për për këtë çmimin që more. Kam qenë shumë egoiste në mesazh. Kam thënë faleminderit që më bëre nën kryetarin më të rëndësishëm në botë, numrin 2 më të rëndësishëm në botë. Pra një këndvështrim tjetër, egoist nga ana ime, por sigurisht me thelb pozitiv i këndshëm për tu lexuar dhe për tu perceptuar si i tillë. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Patjetër, njerëzit perceptojnë që janë është pastruar Lana, Parku Rinia, u hoqën kioskat, filloi një jetë e re në Tiranë. Ndërsa unë perceptoja shpresën e lindur tek njerëzit, që është një gjë që nuk shikohet, preket dhe lexohet, por është një gjë që ndihet edhe që reziston shumë më gjatë se sa një pallat që sot lyhet në një ngjyrë dhe nesër lyhet në një ngjyrë tjetër. Jam kurioze të di se cili është kodi i komunikimit të një gruaje pa uniformë ushtarake me qindra burra të armatosur. Dhe këtu flas për pozicionin tuaj drejtues në Ministrinë e Mbrojtjes, një tjetër sfidë e rëndësishme profesionale. Është i bukur perceptimi politik që shpeshherë mund të jetë i ndryshëm nga ajo çka je. Në perceptimin publik që un kam, konsiderohem një grua e fortë. Kështu që e kam pasur relativisht të lehtë të komunikoj me ushtarakët. Çfarë do të thotë për një grua që ta perceptoj veten si një grua e fortë? Të marrësh vendime. Të jesh e drejtë, edhe të dish ku je duke shkuar. Cilat janë arritjet për të cilat jeni krenare në Ministrinë e Mbrojtjes? Unë kam bërë një gjë konkrete. Kam propozuar për herë të parë një generale grua. Çfarë cilësish duhet të ketë një grua që të bëhet generale? Thjesht këtë bërë karrierë si çdo burr, atje që bën karrierë dhe që bëhet general. Duhet marrë disa grada dhe duhet të bëj të gjithë trajektorën, të gjithë karrierën, të gjithë baltën, të gjithë shkencën, të gjithë stërvitjen, të gjitha vitet. Ditë mbas dite, vit mbas viti. Kështu që kjo është një gjë konkrete. Rrita përqindjen e grave në forcën armatosur nga 11% në 14%. Bëra reforma të tjera të thella. Rregullova infrastrukturën. Çfarë kanë ndryshe gratë në forcat armatosura nga burrat?
Çuditërisht, mbase për kuriozitetin e publikut, janë më të sakta, janë më rezistente, janë më serioze në disa raste, janë më të përgjegjshme, edhe vinë edhe nga ky background i të qenit nën presionin e një mjedisi thellësisht burrëror mashkullor. Dhe kjo mbase i ka bërë më të qëndrueshme. Kështu që është shumë mirë të punosh me gra ushtarake. Edhe nuk isha krenare vetëm për faktin që isha gruaja e parë në historinë e Shqipërisë që isha bërë ministre e mbrojtjes. Jam krenare për faktin që jam gruaja e parë që kam propozuar një grua për të qenë generale. Se mesazhi është shumë i rëndësishëm, Alketa ti e di shumë mirë. Mesazhi është, të gjitha kanë shansin për të mbërritur deri atje, sepse deri në atë moment grave ishte stopuar karriera politike, sepse është politike në momentin kur bëhesh general, jo vetëm ushtarake, se je drejtues i lartë, sepse thjesht vetëm sepse ishin gra. Le të themi ky stereotip vdiq, edhe një tjetër hapësirë ju dha grave. Nëse mundem, kam bërë dhe një gjë për cilën jam shumë krenare. Puna e parë që kam bërë si ministër, kam hapur një kopësht për fëmijët autik të ushtarakëve. Kishin shumë probleme prindrit ushtarak me shërbime, pa shërbime, orar, pa orar, që të mund të përkujdeseshin për fëmijët e tyre autik. Kur ka një mision social, në çdo mision publik apo privat, biznes apo administratë publike, mendoj që puna nga pikpamja njerëzore merr një vlerë tjetër. Bravo. Edhe jam shumë krenare. Jam shumë krenare për këtë. Sigurisht keni takuar besoj dhe njerëz të jashtëzakonshëm gjatë rrugtimit tuaj këtu në vendin tonë. Unë mendoj që elegancën e takojmë në shumë shqiptar këtu, në male, në lugina, afër lumenjve, në fshatën, në qytet. Dua një rrëfim kështu shpirti elegant shqiptar, diçka elegante që ju e keni ndeshur gjatë rrugës tuaj në politik. Ka disa momente, edhe më duhet i risjell në memorien time, por nuk bëj fatik, nuk bëj vështirë, nuk kam vështirë të kujtoj një nga momentet më të jashtëzakonshëm, sepse është një moment që më ka ngelur në impresione, në memorien time nuk mund të harroj, që mund të gjeja në një vend, në një qoshe të Shqipërisë, në një komunë që quhet Beragosht ose Dardha, se ka dy emra, ku bora mund të rridhe 6 muaj, edhe bëhesh një zajret atje që njerëzit të jetonin edhe në këto kushte. Dhe kam qenë fushat elektorale. Hy në një shtëpi, edhe më thonë që prit deputete aty, nuk do lëvizësh, do hecesh ngadalë, se tani do ndodhi një gjë. Edhe thash, okay, ti përjeton situata nga më ndryshme kur je në fushat, kështu që nuk është se deri këtu të bën përshtypje. Dhe kishte një si pjergullat në këtë oborin e thjesht të kësaj shtëpisë, modeste, e cila ishte e gjitha e mbushur me trëndafil të egër, dhe trëndafili i egër zakonisht rritet kështu si në formë peme, se ka disa llojesh. Dhe një burr, relativisht në mosh, i veshur shumë modestisht, që e tunt këtë tunelin e bukur, edhe bien petalet e trëndafilave në tokë. Dhe vetëm atëherë mund të ecja. Wow. Dhe këtë e kam përjetuar në një qoshe të Shqipërisë, ku jo domosdoshmërisht ishte qoshja më luksoze. Pas më të vogël ndryshimi është një nga vendet më modeste ku kam qenë. Nuk dija të qaja, ta përqafoja, të qeshja, të pyesja si ka mundësi që ai ishte kaq elegant. Apo të thosha që çfarë kishte të ndryshme ai njeri nga gjithë njerëzit që takojmë në fushata që përgjithsisht mundohen të jenë dashamirës dhe mbështetës, po dikush ka dhe tentacionin për të kërkuar ose pyetur ose debatuar me ty. Çfarë kishte në fakt ndryshe ai shqiptar i veçantë? Ai ishte një person i cili kishte mbetur vetëm me të shoqen, fëmijët i kishin ikur, edhe më tha, sa herë që ju shikoj ju, kujtoj vajzën time që nuk e kam më, ishte larguar nga Shqipëria, vajzën e prindit kishte. Dhe ndërkohë kam kaq shumë respekt, edhe kuptoj që e keni punën kaq të vështirë, sa doja të krijoja një moment tjetër. Nuk kam për të harruar, dhe nuk e kam gjetur asgjë kundi. Nuk ka asnjë tapet të kuq në Tiranë ku ti mund të ndihesh kaq shumë i vlerësuar edhe i trajtuar me delikatesë dhe me bukuri. Nuk ka asnjë tapet. Sa bukur, ëh? Po. Sa zemra të buzëqeshura ka në Shqipëri? Ka shumë.
Atje ku nuk ta pret mendja, atje ndodhin surprizat edhe momentet më të ka shumë surprizat jashtëzakonshme. Kam përjetuar të tilla në çdo qoshe të Shqipërisë, atje ku nuk e mendon dot që mund të ndodhin. Çfarë dëshironi thoni në këtë fushat elektorale për elektoratin tuaj? Keni rastin? E bukur kjo. Se kjo duket kaq e thjeshtë si pyetje, kaq e rëndom, në fakt është kaq me le të themi intriguese. Shumë çka. Por një fjalë mbi të gjitha kryefjalët. Përmenda gjatë babain tim. Babaja im në vitet e 10 thoshte Mimi, do bjerë muri Berlini, do kemi makina, do kemi pasaporta, pasi do marrim viza, pasi nuk do kemi më as viza. Kjo ndodhte në vitin 87-88 dhe unë thosha shiko, ti thjesht do na fusësh në burg me këto gjëra që thua. Unë nuk e dija aso kohë që ai ishte një person që punonte që kjo ditë të vinte. Dhe kjo ditë po vjen. Ëndra e shqiptarëve po bëhet realitet. I keni fjalën për integrimin evropian? Patjetër. Shqipëria europiane. Patjetër. Kjo është ëndra e gjyshërve, ëndra e baballarëve tan, ëndra ime. Edhe nuk mund ta imagjinoj dot që djali apo nipi im ta kenë më këtë gjë ëndër. Ndaj duhet jemi shumë të fokusuar. Kemi shans të madh për t'ia mbritur kësaj gjëje. Jemi nga pikpamja e reputacionit ndërkombëtar, jemi absolutisht në pjedestalin ku Shqipëria meriton të jetë. Është patjetër, ka një merit kryeministri, siç kanë merit forcat politike, mund të themi çfarë të duam këtu, por ndërkohë jemi këtu dhe duhet ta shfrytëzojmë këtë rast. Dhe të jemi të bindur mos pari vetë që kjo gjë që jemi duke bërë është gjëja më e mirë që na ka ndodhur në periudhën postkomuniste, në periudhën e ashtu quhet tranzicion, se nuk dua, është shumë banale, ka shumë inflacion kur e përmendim këtë fjalën tranzicion në një periudhë moderne të historisë së Shqipërisë. Përveç Shqipërisë europiane dhe integrimit në Bashkimin Evropian, cilat janë 3 politika që do të advokoje në Parlamentin e Shqipërisë? Cilat janë 3 kauzat? Më shumë shpresë dhe mundësi të rinjve për të ndënjur vend dhe për të punuar dhe jetuar këtu. Më shumë facilitete grave, gratë që të emancipohen duhet të kenë pavarësi ekonomike, që të kenë pavarësi ekonomike duhet të facilitohen, të incentivohen nga shteti, edhe më shumë vëmendje ndaj pensionistëve. Meritojnë të kenë një nivel tjetër të ardhurash, edhe përpasoj të kenë një pleqëri të mirë. Besoj që këto janë 3 gjërat. Çfarë mendimi keni juve për terren dhe përvojën në Parlamentin e Shqipërisë? Ka shumë të rinj që synojnë një vend aty, siç ka shumë politikanë të maturuar të cilët duan të rikthehen aty. Ti mund të bëhesh milioner 25 vjeç. Ose duan të qëndrojnë aty dhe kanë shumë vite që vazhdojnë të shërbejnë asaj karriere. Ti mund të bëhesh milioner 25 vjeç. 25 vjeç mund të bësh një kryevepër muzikore, mund të shpikësh një formul. Po një politikan i suksesshëm 25 vjeç që ke çfarë të japësh është pak e vështirë. Në gjykimin tim modest, është njësoj sikur një ushtar nuk mund të bëhet general të nesërmen për te gjithë heroizmit që mund të tregoj. Cila do të ishte mosha ideale për të pretenduar një vend në parlament nëse ke studiuar dhe je ndrimtar për të dhënë një kontribut në politikën e Shqipërisë? Besoj që një moshë 30 vjeçare do të ishte një fillim i mirë. Por problemi është që nuk mund, në gjykimin tim, mbase unë gaboj, mund që gaboj rënd këtu, por gjithsesi është mendimi im. Duhet ta bësh gavetën. Pra ti nuk mund të kesh komoditetin që ndërkohë që dikush është gladiatori i radhës në arenën e radhës, ti me duar në xhepa shikon një çfarë janë duke bërë këta. Juve sa vjeç keni qenë kur ju propozuat ishit në kryetare e Bashkisë Tiranës? Unë kam qenë 38-39 vjeç dhe kam thënë që nuk e di nëse mund ta bëj. E pra kisha 18 vjet eksperiencë pune të një rëndësie të veçantë. Shiko, kam udhëtuar herët kam dalë herët jashtë shtetit para viteve 90 dhe kam firmosur në emër të shtetit shqiptar në vitin e largët 87. Pra nuk është se kam qenë një njeri pa eksperiencë. Dhe ndërkohë kam thënë, nuk e di nëse mund ta bëj apo jo. Kam pasur dyshimet e mia kur 50 vjeç jam bërë ministër. Kam thënë nuk di nëse jam më i miri për ta bërë. Dhe a do mund ta bëj ashtu siç mendoj unë. Sigurisht, edhe një gjë, një njeri mund të jetë dhe kryeministër 35-40 vjeç. Po ministri i financave gjykoi që duhet të jetë me thinja.
Ministri i Drejtësisë gjykoi që duhet të jetë me thinja. Pra ka disa shtylla shteti që kërkojnë eksperiencë të mirë madje, edhe të gjatë. Të gjithë thonë në fushatën elektorale më voton mua, numrin kaq, sepse unë meritoj një vend në parlament. Edhe pse jeni një grua me shumë vite përvojë tani, juve jeni përsëri në këtë pozicion. Po i thoni publikut shqiptar që më votoni mua sepse unë meritoj një vend në parlament. Pse e meritoni ju një vend në parlament? Besoj që jam më shumë pranë njerëzve. Nga natyra kam empati të zhvilluar. Rri pranë njerëzve, e ndjej problemin, e marr afër shqetësimin e tyre. Edhe mundohem ta zgjidh. Kam eksperiencën për që një ligjvënës i mirë. E kam përfaqësuar mirë ndërkombëtarisht atë dhe unë. I kam shërbyer vendit mirë. Kam akoma energji pozitive për ta bërë këtë gjë. Tani kam dhe eksperiencën të qenit gjyshe. Kështu që ka një arsye më tepër pse do ndaja me publikun të gjitha eksperjencat e mia. Si bi, si nën, si gjyshe, si bashkëshorte, si motër po doni dhe si shoqe e mirë. Jam në një pozicion kaq shumë rolësh, pra do kisha dashur që ende t'i ndaja me publikun. Një arsye e mirë besoj për të qenë pjesë e parlamentit. Pastaj di të shkruaj edhe mirë, modestisht. Çfarë ndodh nëse nuk fitoni? Do vazhdoj të shkruaj mirë, bashkë me bashkëshortin. Bashkëshorti im meriton të më shumë prezencë time në shtëpi, e meriton. Ai, mamaja ime, djali im, të gjithë meritojnë nga pak prezencë më shumë. Ka që vërtet është kjo se nipçja ime bëri para pak kohësh 2 vjeç. Edhe unë në këtë vrullin e madh, në këtë vrapin e madh, i them ti mbiri që çfarëdo që të sjellin nona sot, ai tha ma, hajde prezent, hajde, ti dua që ti jesh prezent, kaq. Do të thënë, përfitoro ku kemi mbritur me këtë. Kjo është edhe një çike trisht, Si do të ishte të zbresësh nga skena kur dritat janë ende ndezur? Në art ne kemi një shprehje themi vdekja e mjelmës, po ka edhe një moment në politik kur duhet të dish të dalësh përpara se festa ka mbaruar. Juve çfarë qasje keni për këtë që unë e quaj porta e daljes? Ajo ditë vjen, uroj të vi krejt normalisht, siç dhe e pres që të vi. Kam akoma për të treguar, pavarësisht se në një formë tjetër, në një pozicion tjetër, në një mënyrë tjetër, ne duhet t'i ndajmë eksperiencat, ato duhet të jenë të shkruara, ato duhet të jenë dikur, sepse janë në fakt një thesar, siç dhe janë dhe eksperiencat e tjera, siç janë edhe kulturat e tjera që ne perceptojmë kur rritemi. Pra, ti i përket mendimit njerëzor, i përket historisë, i përket gjithçka që është publike, ti nuk mund t'i mbash gjërat për vete, sepse egoizmi nuk hyn në këtë tregim. Kështu që besoj që do të jetë krejt humane dalja ime, krejt normale. Jam në një ekuilibër tjetër sot që flasim, përpasoj do të jetë e ekuilibruar edhe dalja, kurdo që të ndodhë. Politika nuk është një opsion lumturie, është një mision për ju, por është gjithmonë një opsion lumturie të qenit afër familjes edhe të jetuarit asaj jete që s'keni mundur do të jetoni bashkë me lekën. Kështu që dhe nëse dilni nga porta e politikës, keni një portë tjetër lumturie që ju pret, që është gjithmonë e hapur për juve, që është porta e lekës, i cili të them një sekret, me që tham gjithë këto sekrete sot. Shumë bukur do ishte. Dini që ditët e pandemisë kanë qenë ditët e mia më të lumtura. Për ata që kanë pasur dashurinë vërtet, kështu ka qenë në fakt. Vetëm ata që s'kan qenë realisht të lidhur me personin që kanë dashur ka patur kriza. Unë zbuloja qoshet të shtëpisë që i kisha harruar që i kisha. E bëri këtë të mirë Covidi. Patjetër. U rigjetën njerëzit, u rijetuan. Kështu që kam thënë, po, nuk them që të bjerë një pandemi tjetër largo Zot, po besoj që e di anglezët kanë një proverb. Thonë shtëpia ime, kështjella ime. Shtëpia ime është kështjella ime, është vendi më i lumtur. Si jeni njohur me lekën? Ai është njohur me mua. Ai është njohur me ty. Ka qenë e bukur periudha e njohjes, si ka qenë atëherë pjesa romantike e njohjes, si josheshit ju, si propozoheshit, si e njihit njëri tjetrin, ku shkonin, cilat ishin vendet kult romantike ke qenë? Nuk ndryshon Alketa, gjithmonë njësoj, në të gjitha epokat. Edhe në lashtësi dhe sot në kohët moderne. Në thelb është e njëjta gjë. Ne e veçanta e marrëdhënies tonë ishte se ne ishim shok përpara se sa të bëheshim të dashur. Në kuptimin e donim shumë njëri tjetrin, por nuk guxonte asnjëri as tjetri të kalonte ato vijat e kuqe të dikushme. Ti ke qenë vajzë garipe apo ishe kështu e brisht romantike në dashuri? Garipe. Jo, edhe e brisht. Kisha një ekuilibër të interesant. Nuk e tregoja sa shumë e doja. Do të thënë, kur e shikoja,
kisha një dridhje të lehtë të gjunjëve, po pastaj nuk e demonstroja këtë se unë isha vajza goca e Tiranës që isha e re, kisha bërë gjëra në jetë. Në fakt kisha bërë shumë pak, të kuptojmë, por atë kohë duket sikur kisha bërë gjithçka. Kishe shumë admirues 22 vjeç atëherë? Me këto sy të tu jeshil çarmatosës? Plot sa duash. Po pse pikërisht tek leka ishte magneti? Është destin. Fati është i tillë. Si të zbërtheu ty ai? Ishte edhe shumë i pashëm, që të jesh midis nesh e thon. E pash një fotografi. Ishte si aktor hollywoodian. Pashëm, ka qenë. Çifti bukur i këndshëm shumë. I rrugës Durrësit. Si të zbërtheu ty ai? Edhe si ta mori zemrën? Jo, Leka vjen nga një familje artistësh. Babai i tij, një nga piktorët më të rëndësishëm të historisë artit shqiptar, nëna e tij binte violinës, pikturonte në familjen e tij, ishte vetëm art. Edhe kështu që edhe duke qenë në origjinë shkodrane, kishte edhe butësinë, edhe sensin e humorit të gjakut shkodran. Edhe kjo pa dyshim që e bënte intrigues. Batut, tregonim historira, di shkonim galeri, sepse ishte shumë i lidhur edhe për shkak të prindërve, patjetër të babait më së pari. Edhe kjo ishte një botë që më pëlqente, sepse siç e thash më përpara, unë isha rritur në një mjedis me një kulturë të spikatur nga prindërit e mi, kështu që më rrinte mirë kjo gjëja, dukesha sigurisht në atë habitatin tim. Po ishte pavarësisht se ishte një njeri huaj për atë moment për mua. Po ishte kulturale atëre që dashurinë mos e demonstrojë, tregoje që ishe vajzë serioze, apo ishte zgjedhje jotja personale që të dukej pjesë e lojës, pjesë e flirtit që do bëhem interesante, po duke qenë e rezervuar. Po ndërkohë, duke pasur një baba shumë të pashëm, në mënyrë eksplicite të pashëm, ai kjo gjë dhe më ka mbrojtur, sepse djemt jo të gjithë ishin në nivelin e babait tim, kështu që unë duke i krahasuar, duke pasur këtë si model, thosha, nuk kam lidhje. Mimi, përpara. Ndërkohë pastaj erdhi ky. Ky ishte tjetër gjë. Është tjetër gjë. Edhe sot. Çdo të thotë kjo. Kreti ndryshëm. Është një burr shqiptar atipik. Si janë burrat tipik shqiptar dhe pse është atipik Leka? Është shumë familjar. Shumë. Ka një respekt për familjen të jashtëzakonshëm dhe një përkushtim të paimagjinueshëm që besoj që pak burra e kanë. I mirë kuptuar, besoj. Po, dhe shikon, për ne rezistenca në kaq vite e ka një sekret vogël. Ne vazhdojmë të jemi shok përpara se sa të jemi burrë grua. Kjo është shumë e rëndësishme, shumë besim tek njëri tjetri, shumë mbështetje, shumë çka që çiftet sot besoj që e vënë në dyshim, e kanë të vështirë të jenë. Mbas është dhe fatë. Nuk di, se njëri është fat apo e keni ndërtuar ju kështu, sepse kur të pyet atë tash 40 vite nuk e lodhur fare as ai me ty as ti me tëm, se jo fare. Jemi lodhur që ç'ke me të. Po keni gjetur mënyra të çlodheni dhe ta rishpikni martesën apo jo? Patjetër. Po s'ka pa lodhje. Pa lodhje, pa dhimbje, pa mundim, nuk mundet. Gjërat e bukura vijnë gjithmonë nëpërmjet dhimbjeve, nëpërmjet lodhjeve. Gjëja më e bukur në jetë që është lindja, ka dhimbjen më të madhe në trup. Ju e dini që dhimbja mbatet me këto decibelët, di? Edhe është me fish e krahasuar me dhimbjen më të madhe që ka njeriu kur i dhëm veshka ose kur i dhëm stomak. E lexova diku këtë. Pra, dhe është gjëja më jashtëzakonshme në jetë, është gjëja më hyjnore në jetë. Kështu që edhe gjërat e bukura vijnë nëpërmjet kësaj gjëje, dhe nuk asnjë gjë nuk është rose fiori thon italianët, pra nuk është petale lulesh. Kur e ndjeve ti që Leka ishte i duhur, ishte ai me cilin mund të kaloje gjithë jetën tënde? Si e ke përjetuar ti atë që quhet të rënit në dashuri, që është një nga ndjesitë më të bukura dhe përjetimet më të bukura? Kam një vit me të, përpara se sa të vendosja që ai të ishte partneri i jetës time. Dhe një vit besoj që ka qenë e mjaftueshme, përtej faktit që e kisha dobësi dhe mundohesha ta shkëputja dobësinë nga ajo çka ishte karakteri i tij, ose dhe jemi karaktere totalisht të ndryshme. Po ndoshta janë të kundërta të magnetit që të rriqen ndoshta. Dy ekstreme. Kështu që, por e bukura është, unë ja kam thënë babait për herë të parë historinë. Ishte njeriu i parë me cilën konfidohesha. Edhe i thash vetëm me një kusht që nuk t'ia thuash mamit, se ajo ishte më e sertë. E kohët ishin të vështira atëherë. Edhe kështu mbajtëm të sekretin derisa unë kuptova që ky ishte njeriu i duhur. Dhe kur babai im u pyet që s'na e ke thënë këtë gjë në shtëpi, ai tha një përgjigje që shumë e rëndësishme, mbase demode sot, pyeta i biri kujt është.
Cila është sakrifica më e madhe që ke bërë ti për dashurinë? Ke bërë diçka të madhe për dashurinë? Unë mendoj që bëj çdo ditë. Nga një sakrificë. Bëj çdo ditë. Por kur nuk do ta kisha bërë këtë që kam bërë, pa ndihmën e mamas time edhe të ati. Asnjëherë nuk do kisha mbritur, sa do e zonja që t'isha, sa do në karakter e fort, sa do karrierë të doja të bëja. Kur nuk do ta bëja pa ndihmën e mamas time dhe të ti. Unë kam fatin të rrime në nënën time që është mbase gruaja më e mençur që kam njohur në jetë. E frikshme e mençur. Mua nga ndonjëherë s'më llogarit. Po, edhe mbështetjen e lekës patjetër. Në çdo gjë. Përndryshe nuk bëhet. Ose ti nuk ndërton dot edhe familje, edhe karrierë, edhe ti je lumtur, edhe të. Jo. Nëna ka qenë dhe sistemi suportit për rritjen e djalit tuaj apo jo? Patjetër, sepse humbi të shoqin ndërkohë që fitoi nipin, edhe pastaj perkursi i saj ishte rritja e nipave, dhe pavarësisht se ishte një grua shumë e shkolluar, e studiuar jashtë në universitet, zgjodhi këtë jetë. Si na kompenson jeta? Po, na kompenson vërtet. Edhe prandaj dhe unë kam akoma sistem referimi. Çfarë të ka mësuar djali që s'ta ka mësuar politika, shkolla, puna, jeta? Të mund të sillen më modestisht. Djali im është një fëmijë shumë modest. Edhe me profil të ullët në fakt, janë të dy, edhe bashorti edhe djali, nuk i shoh në jetën tuaj publike të fotografuar Gjukundi. Është një djalë modest. Është kjo një zgjedhje për t'i mbrojtur juaja apo është dhe zgjedhje e tyre për të qëndruar? Zgjedhja e tyre për të qëndruar larg. Është një qytetar i mirë. Është përkujdeset për mjedisin. Më kritikon që unë marr makinën dhe kur nuk është e nevojshme, sepse kur nuk është e nevojshme e rrin biçikletë për të mos e bërë mjedisin pis. Po menuesen si keni marrëdhënie të mirë? Të mirë. E të mirë sepse ajo është një vajzë e jashtëzakonshme dhe sepse unë jam një grua e prezumuar, e mençur. Po ti si nona, je nona? Unë jam nona në të dyja kuptimet. Jam nona, jam dhe gjyshe. Edhe do kisha dashur të isha shumë më tepër prezent në jetën e bebit, po do mundohem të riorganizohem mbas zgjedhjeve. Si është jeta brenda mureve të shtëpisë së Mimi Kodhelit? Të pëlqen jeta mondane? Jo, duket si është shtëpia e dy arkitektave, i shoqë dhe djali. Dhe ti e kupton lehtësisht që është një shtëpi që ka një është pak më ndryshe. Është një shtëpi pa mure, atje ku mbaron një kornizë pikture, fillon korniza një pikture tjetër, sepse e kemi pasur gjyshin piktor të famshëm, edhe kjo na e zbukuron shumë shtëpinë patjetër. Po është një shtëpi e di që nuk është e ftohtë. Shumë shtëpi, hyn në shumë shtëpia sot, dhe të reja dhe të bukura dhe që janë të ftohta, të pajetueshme. E jona është e jetueshme, është xhan, është e ëmbël, është e dashur, është një shtëpi që ka aromën e një gjelle të mirë. Unë pretendoj të jem një grua që gatuaj mirë, kështu që është një shtëpi që ka muzikë gjithmonë, qoftë edhe në sfond. Po, bukur. Po me që më pyete për jetën mondane, se mbase njerëzit tentojnë të thonë që jeta mondane, mbretëresha anglis, do kisha preferuar Harryn. Ti je një Harry në fakt. Ti nuk je një Queen Elizabeth. Jo, nuk jam një spare. Edhe por jam një Harry. Ku e pi kafen Mimi Kodheli në Tiranë? Nëse dua ndonjëherë të takoj, ku do më ftoje për një kafe? Në shtëpi. Kafja më e mirë, ekspresi më i mirë bëhet në shtëpinë time. Me atë mokën e vogël, jo me aparat modern, por është i jashtëzakonshëm. Është pak e fortë, se më pëlqen kafja ekspresi e fortë, por bëhet me shumë dashuri. Po mësolle aromën e kafes tani, mësolle aromën e trëndafileve të dardasit, mësolle aromën e gatimeve të shtëpisë. Sa mirë kur ka kështu shije jeta, edhe kur politika nuk e robotizon njeriu, edhe nuk e zhvesh nga këto që janë pasionet e vërteta të jetuarit bukur. A ke menduar ndonjëherë që shiko, dilema e madhe, të merr me politika po të zgjedh një rrugë tjetër, dhe a ka pasur idealisht një profesion tjetër që do ta bëje shumë mirë në një jetë tjetër hipotetike, në një version tjetër të jetës që ke bërë? Kam pëlqyer shumë gazetarin. Edhe mundohem të shkruaj mirë. Shkruaj. Çfarë mendimi keni për gazetarin në Shqipëri sot? Do të jeni vëmendshëm atëherë me që e paskën edhe një pasion të heshtur. Ka shumë për të thënë. Më rezulton e etur për klikime edhe pak thelb. Nuk e di nëse mbase nuk dua të rëndoj askënd,
por gazetaria do të jetë në avangard të shoqërisë dhe jo të jetë abuzive. A ka një këshill që do doni ta kishte dëgjuar më herët në jetë? Nëse do flisje për shembull me Mimin 20 vjeçare, çfarë do kishte dashur të thoshin që e ke mësuar duke jetuar? Që unë shumë çka mund ta kisha bërë ndryshe. Por një gjë do ta kisha bërë eksaktësisht siç e kam bërë. Familja intime do ta kisha ngritur dhe ndërtuar dhe jetuar dhe dashur eksaktësisht siç e kam. E thatë shumë bukur që shtëpia ime është kështjella ime, familja ime është janë bedenat e mi. Po. Është mburoja ime. Mburoja. Nëse këto do të ishin fjalët e fundit të jetës tënde publike, cilat do donit që të ishin ato, duke mos u haruar këtë gjuhë, ju uroj rrugë të gjatë, sepse jeni ende shumë e re dhe keni ende shumë dëshirë e pasion për të bërë gjëra të mira, por gjithmonë në mënyrë kështu hipotetike, për t'i dhënë forcë dhe ngjyrë pak. Fjalisë së fundit të këtij podcasti. Mendoj që duhet ta duam çik më shumë njëri tjetrin. Ne jemi shumë pak për të qenë të ndarë. Pak më tepër dashuri dhe buzëqeshje, pak më pak agresivitet, do të na bënte shumë mirë të gjithëve. Atëherë ata që e pëlqejnë shumë të podcast dhe kanë besim tek ju dhe shohin reflektimin e vlerave të forcës të një gruaje vizionare, fleta shkruajnë atë kryqin tek fleta ku shkruhet Mimi Kodheli. E sa ta i bjet jeni në listë aty që është rend përcaktuar, është thjesht rastësor, rend alfabetik. E dini që nuk i kam numëruar ndonjëherë, të them të drejtën, sepse nga ndonjëherë jam krete pavëmendshme në këto gjëra. Unë besoj tek gjykimi i njerëzve dhe vlerësimi i njerëzve, edhe sigurisht që kush beson dhe vlerëson se çfarë kam bërë në jetë dhe çfarë mund të bëj akoma, e gjen lehtësisht emrin Mimi. Të marrin syzet edhe të kenë kujdes, se mos ngatrohen. Herën e fundit, nuk kisha 4 vjet më përpara nuk kisha marrë syzet, edhe për afatik të gjeja numrin tim që aso kohë ishte numri 21. Ju uroj shumë suksese dhe di që ne do të takohemi përsëri në këtë studio ose në ndonjë studio tjetër, se edhe unë pretendoj që ta vazhdoj gjatë këtë rrugë që kam nisur që 12 vjeç. Unë ju uroj çdo të mirë, edhe e di talentin dhe bravurën tuaj në këtë gjë dhe realisht jo pse jemi këtu, por vlerësoj çdo gjë keni mbritur. Edhe ju uroj më të mirën, jo vetëm për këtë inspirim që i jepni njerëzve duke folur ata për jetën e tyre apo për karrierën e tyre, edhe besoj që do të shihemi në kohë më të bukura, jo kohë më të bukura, po do të thosha kohë më të relaksuara, sepse ky është një muaj i vështirë për mua në kuptimin e lodhjes, por njëkohësisht edhe shumë inspirues. Faleminderit shumë për elegancën e kësaj bisede dhe vetëm bashkësi ju uroj. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit.